mjaft e bukur edhe kjo ishte nder të mysafirës që kishim sot në program. Sot në program kemi kënaqësinë, kemi të ftuar një zonjë mjaft veçantë dhe shumë të respektuar për komunitetin shqiptar në Shepërton. Zonja Mariola Nebiu është gruaja e parë që zgjidhet si presidente e komunitetit shqiptar në këtë qytet. Një arritje kjo që shënon një hap të rëndësishëm për përfaqësimin e gruas në jetën komunitare. Sot do ta njohim më mirë, do flasim për rrugtimin e saj, për sfidat, synimet dhe për vizionin që ka për të ardhmen e komunitetit shqiptar në Shepërton. Mirë se erdhe Mariola, është kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Faleminderit për ftesën, përshëndetje të gjithë juve këtu dhe gjithashtu të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në Australi apo në të gjithë botën. Faleminderit. Mariola ka udhëtuar nga Shepërtoni, siç e tham, vetëm për programin ton sot këtu dhe ne falenderojmë dy herë, dy fish. Shumë faleminderit për seriozitetin e intervistës që i keni dhënë vlerat e duhura. Fillimisht do donim të na tregoni pak për veten tuaj, nga jeni me origjinë dhe prej sa kohësh jetoni në Shepërton? Po, jam lindur në Tiranë dhe prindit i kam me origjinë nga një babin e kam nga Erseka ose Kolonja, kurse maman e kam nga Korça. Dhe vetë jam lindur në Tiranë, mbasi baban tim e kam patur në punë si oficer në kohët e mëparshme edhe të komunizmit dhe u transferoshëm nga një vend në një vend. Kam jetuar 10 vjet në Bariamcur, së paka shumë e kuptoj shumë i gjuhën tuaj të Malësisë dhe jemi shkëputur në Korçë kur unë isha 12 vjeçe. Kam mbaruar universitetin në Korçë dhe u shkëputa në Greqi sepse për shkak të ndryshimit të sistemit, babai tim doli nga puna dhe detyrimisht meqense përmbanja mbi emrin e tij, isha e detyruar të largohesha nga Shqipëria sepse fatkeqësisht nuk mund të gjej një punë. U shkëputa në Greqi bashkë me burrin tim dhe aty kryam një familje, 2 fëmijë, Elenin dhe Vasilin, të cilët sot jetojnë. Të cilin e kemi edhe në studio sot. Është shoferi tim privat për sot. Çfarë privilegjit ta kesh fëmin shofer. Vërtet isha thesha që jam një nën krenare sepse të dy sot më kanë nderuar me studime, me punime, jetojnë, studiojnë dhe punojnë në Melbourne dhe vajza ka mbaruar për psikologji dhe është menaxhere në një ndër organizatat e mëdha këtu për NDIS, kurse djali ka mbaron si vjet për vitin që vjen për criminology dhe ka aplikuar për në Victoria Police dhe duke që dhe një në mamas mund të jetë më krenare se kaq. Jo, vërtet. Je vërtet u shkëputëm dhe kemi lëvizur, un kam lëvizur në 3 shtete, dhe u lindëm në Shqipëri, lëvizëm në Greqi edhe në Australi, po mund të them që jemi shumë krenar sepse edhe në Greqi ku ndenjëm mësuam për sa i përket Greqisë, kulturës greke, po dhe shkëputja tonë në Australi vërtet më kanë nderuar si fëmijë sepse më kanë nxjerrë faqe bardhë dhe kanë punuar bashkë me mua. Për sa i përket mua, kam ardhur në Australi në 2015, kam 10 vjet dhe si fillim erdha si studente sepse mbarova universitetin në Korçë për marketing dhe hodha studimet këtu për Advanced Diploma Leadership and Management në Melbourne. Mbasi mbarova këtë, u fillova punë të punoja si menaxhere e një restoranti të cilët më bën sponsor dhe mbas disa vitesh u bëra dhe permanente. Mbase jam rritur në një familje politikane dhe shikonja që komuniteti ishte gjithmonë bisedë në familjen tonë, doja të vazhdoja në këtë rrugë dhe hodha kartat dhe konkurova dhe fitova punë në bashki. Sot për sot kam mbi 4 vjet që punoj në bashkinë e Shepërtonit dhe roli tim është si Multicultural Engagement Officer. Jam përgjegjëse për 20% të popullsisë, për të gjithë emigrantët dhe të gjithë refugjatët që jetojnë dhe banojnë në Shepërton. Dhe bosin e keni shqiptar. Kemi big boss. Bosin e keni shqiptar. Po jemi shumë krenar. Shane ka luajtur një rol shumë të madh jo vetëm në komunitetin tonë si shqiptar, por gjithashtu edhe në të gjithë Shepërtonit. Është bërë një punë fantastike dhe vërtet jemi krenar që kemi një lidl si Shane dhe ka qenë një role model apo një example për të gjithë neve që të ecim përpara. Dhe gjithmonë kemi patur mbështetjen e tij. Po.
A mendon se në fillimisht çfarë të bëri të angazhohesh me komunitetin shqiptar në Shepërton? Si nisi? So, me Bashkimin e Komunitetit Shqiptar nisi shumë natyrisht. So, me qenë se edhe përmendëm Shenjë, të dy punojmë në bashki, ajo është major, jam një oficere thjesht, but anyway. Një ditë të bukur i dërgoj një mesazh, e kërkova, nuk e di diçka për punë dhe më tha, e di çfarë, tha, neve kemi AGM në fund të këtij muajit, po sigur të vish një xhiro andeja. E po mirë, kur vajta unë hyra në bisedë diskutime me të gjithë anëtarët AGM, është mbledhja vjetore. Dhe duke hyrë në muhabet, duke dëgjuar për sa i përket komunitetit, mësova disa gjëra, po dhe thash disa mendime, sepse kisha nga përvoja e punës që bëj në bashki. Dhe duket sikur kjo i tërhoqi pak vëmendje dhe aty ku isha më dëgjova që filluan të më nominate, po sikur të vish, por sikur të mos vish, unë si isha bërë asantare akoma. Okej, do me thënë ti me një të futur direkt unë vajta për një vizitë. Presidente. No. Kam 2 vjet. Okay. Kam 2 vjet që jam i angazhuar pak, okay. Anisa hap syt se një vizitë dhe bën presidente në radio. Më falni sa mi mikrofoni ishte i fikur. Po dhe atë mbrëmje nuk do ta harroj. Nuk i kam thënë asnjë deri më sot, po deri tani po e marrin vesh gjithë shqiptarët kudo që janë. Nuk kam fjetur një javë, sepse dhash fjalën, thash po, edhe pastaj wow, po çfarë bëra? Mendoj për përgjegjësitë edhe për një femër e vetme me 11 burra dhe nuk i njihja. Edhe thash kush është komiteti shqiptar dhe ai mbasi ka qenë gabimi tim sepse unë kur erdha në fillim duhet të kërkonja cilët janë shqiptarët këtu, si lidhen, mirë po ç'është e vërteta, fillimi është i vështirë për të gjithë. Dhe derisa u ambientuam, punë, shtëpi, punë, studime, supermarket, kjo ka qenë aty me sidomos me fëmijë të vegjël, kuptohet jetëshme. Po, patjetër, Dhe po e them në publik hapur që kam bërë gjën më të mirë që jam bashkuar dhe nuk ka qenë vetëm sepse pjesëmarrja time në këtë komunitet ka qenë një eksperiencë dhe është një eksperiencë fantastike. Aty njojta kush janë shqiptarët në Shepërton, çfarë bëjnë, si mblidhen, si sillen dhe kush janë leadersit. Unë kam qenë antare për 2 vjet dhe kemi patur president Reç Kemal. Dhe mund të them që ka qenë një krenari që të punojmë dhe të bashkohemi dhe të kemi një lider si Reç Kemal, i cili ka qenë ka punuar kaq afër me komunitetin dhe ka arritur kaq shumë suksese të mëtejshme sa do doja dhe unë që jam tani në vazhdim një model për ta ndjekur. Të doja vërtet të vazhdoja në këmbët e tia, si i themi në Shqip, në rrugën e tij, sepse vërtet ka qenë shumë i respektuar dhe shumë i nderuar dhe ka sjell komunitetin ton, qëllimi ka patur që ka qenë toni është të na sjellë të gjithëve bashkë, kemi patur një komunikim fantastik dhe doja të thesha është vërtet Regji, po si Regji më përpara ashtu dhe unë nuk mund të bëjmë dot as edhe një gjë. Vetëm. Në qoftë se nuk i kemi të gjithë anëtarët e komunitetit dhe komunitetin ton bashkë me ne. Sepse ne vërtet mund të përfaqësojmë, por në çdo gjë që mund të realizojmë kur jemi të gjithë të bashkuar. Dhe anëtarët e tjerë të komunitetit janë antar të mrekullueshëm, jo vetëm se janë profesional në punën e tyre të përditshme, të cilët ndikojnë pozitivisht në komunitetin ton, po gjithashtu janë dhe karakteret fantastike. Unë e shikoj sepse nga komunikimi që kemi, mbledhjet që bëjmë çdo muaj, po edhe komunikimi që kemi through chats, ndërmjet WhatsApp group, një nevojë të kemi, të gjithë hidhen kush e kush të ndihmoj. Dhe kjo tregon që kemi patur vërtet një leadership, një lider Reç Kemal shumë i fantastik, po gjithashtu na ka embres, na ka bashkuar, na ka sjell dhe ka dëgjuar mendimin e të gjithëve, pasi ka marrë një vendim. Dhe gjithashtu ka qenë sukses i madh kur festivali Harvest Festival është një festival të cilën Rexhepi e ka iniciativë, po dhe Harvest Festival ka qenë i festuar për 25 vjet. Mirë po, Rexhepi që kur e ka marrë leadership për 5 vjet e ka nxjerrë në publik, e ka bërë të hapur dhe ka qenë një sukses i madh për ne, sepse jo vetëm që ka sjellë të gjithë shqiptarët banor të Shepërtonit, por neve kemi tërhequr dhe shqiptar që jetojnë dhe jashtë Shepërtonit. Melbourne, Adelaide, Sydney. Correct. Po. Dhe ka qenë vërtet një sukses. Dhe çfarë kemi bërë ne me këtë Harvest Festival? Si Harvest Festival nga vetë kuptimi i fjalës është mbledhja e të gjithë prodhimeve, të gjithë shqiptarëve që kanë bërë dhe do doja vërtet pasi të ktheheshim pak a shumë të flas për paraardhësit tan. Dhe aty kemi në këtë Harvest Festival mblidhemi të gjithë, të shikojmë dhe them nganjëherë ku janë gjithë ata shqiptar që i shikoj që mblidhen atje, po sa janë punë vullnetare që kanë bërë për
të bërë një sukses të këtij festivalit. Të shikojmë të gjithë mblidhemi një ditë më përpara, bëhet organizimi, bëhet ngritja e festivalit, ato benchet apo ato shtëpitë e vogla apo ombrellat, rreth e përçak këto gjithë ky iniciativë ose që është marrë nga të gjithë anëtarët e komunitetit, po edhe është komuniteti shqiptar, anëtarët dhe komuniteti shqiptar të cilët kanë bërë punë vullnetare që të dalë ky Harvest Festival për një sukses. Dhe kemi kemi treguar kulturën tonë, traditat tona, kemi mbajtur gjuhën tonë dhe gjithashtu kemi pjesëmarrjen e valltarëve, kemi valltar të rinj, valltar të rritur dhe këta janë gjithmonë të tërhequr nga një anëtare tjetër komunitetit tonë shqiptar që nuk mund ta lë pa e përmendur, emrin e ka Merusha Asim. Besoj se Merusha në gjithë Australia. Të gjithë e njohin. Po, Merusha ka qenë dhe është një krenari për ne shqiptarët, sepse i kanë ndihmuar shqiptarët si persona, si familje, jo vetëm që të jenë vendës në Shqipëri, në Shepërton ose në Australi, të jenë permanent, po gjithashtu ka marrë pjesë dhe në jetën e tyre familjare. Filloi që nga fejesat, martesat, lindjet, edukimi, tregon kujdes dhe për njerëzit e tjerë që janë më të mëdhenj në moshë, ushqime ndan. Një komshia time është një vajzë, një nën e madhe në moshë dhe Merusha sjell gjithmonë gjella dhe e mbështet. Kështu që siç e shikoni, komuniteti tonë ka një pjesëmarrje shumë të madhe dhe si ne si anëtar të komunitetit, po edhe si komunitet në përgjithësi Shepërtonit. Kjo është një frymë shumë e mirë që bëhet edhe puna më e lehtë dhe motivimi është sigurisht më i madh kur ke edhe njerëz përreth teje që kontribojnë edhe i ndjesh kaq mirë në bashkëpunim me ta. Dhe gjithashtu mund të them edhe këtë, më fal që të ndërpresë, nuk mund të le pa thënë që for Harvest Festival nuk është vetëm që e kemi bërë festivalin me mbledhur të gjithë bashk, por të gjithë ata që mbrapa skene kanë punuar, është puna vullnetare të gjithë anëtarëve tonë. Një nga anëtarët e komunitetit tonë, Adem Perona, e ka hapur shtëpinë e tij me vite dhe gruaja e tij me det dhe na ka mirëpritur që ne kemi bërë lakror që kemi shitur për Harvest Festival dhe un kam marrë pjesë 2 vitet e fundit dhe jam ndier kaq e mirëpritur nga familja e tyre dhe të gjitha nesa. Nuk mblidhemi vetëm të bëjmë lakror për festivalin, të mblidhesh gratë aty bashkë duke gatuar. Kafe, na ofrojnë bukë, kemi ngrënë lakror të pjekur, kemi dëgjuar muzikë shqiptare, janë hap peta dhe më mirë ashtu. Jo vetëm peta, po përdorim jastragash, kemi përparse, ne përjapim përparse. Jemi shumë, unë jam shumë krenare për këtë. Nëse do të pyesja kush është ndoshta momentet apo aktivitetet më të paharrueshme që ke përjetuar në komunitetin shqiptar në përgjithësi, do thoje kjo Harvest Festival? Do theshë Harvest Festival, po neve që në fillim të vitit deri në fund të vitit kemi disa event që mblidhemi. Filloi që nga festat fetare, që mund të jemi që nga Bariami, ne kemi festuar Bariamin. Më duket se është Bariami i vogël dhe Bariami i madh, siç themi ne nga Shqipëria, dhe i kemi festuar, po gjithashtu kemi mbledhur dhe të moshuarit tan, kemi bërë aktivitete kemi ndërtesën e re, të cilën nuk mund ta le pa përmendur, janë shumë gjëra që ti mi e uzauroj të gjitha pyetjet më duket. Janë festat fetare, festat e traditave tona, festat ndërkombëtare, po mund të them festat e Nëndorit, të cilat përsëri unë nuk mund të le pa përmendur që neve, ashtu siç thatë folët ju më përpara, për ngritjen e flamurit në disa vende në Melbourne, neve kemi bërë kërkesë dhe ka shumë mundësi të ngrejmë flamurin për herë të parë në Shepërton. A do të thoshe kur kemi sot një major edhe një oficer në komunë, ka mundësi që të kërkoni dhe Shepërtonit ta bëjë të njëjtën gjë që e bën Melbourne këtu edhe Adelaide. Po, momenti erdhi, ne kemi kërkuar në bashki, e kemi të aprovuar dhe po punojmë që ta ngrejmë dhe përsëri është një krenari e madhe për neve gjithashtu, sepse jemi një popullsi e madhe në Shepërton dhe e bëm të mundur. Lëreni mbas dite se e ngrem në orën 9 në Federation Square, po thashë në vendin apo të vim Shepërton. Good idea. Do ishte mirë. Është vërtet të premte dhe apo bëhet ndonjë mbrëmje festive, kam parë, më duket një njoftim edhe në mbrëmje bëhet diçka. 29 nëndori, so 28 do ngrejmë flamurin dhe në 29 nëndor do mlidhemi të festojmë si çdo vit që kemi festuar festën festive. Është dita e pavarësisë dhe kemi krenarin më të madhe këtë vit që do jemi të ftuar dhe ekipin ton të futbollit që fituam kupën dhe urime. Faleminderit. Gjejmë rastin t'i urojmë kështu drejt për strejti. Është një krenari dhe kënaqësi e madhe për ne që të fitojmë kupën. Unë personalisht isha vetë
të shtunë dhe të diel që u bashku takuam dhe ishte një kënaqësi. Dhe çfarë do doja të thesha këtu është që fitoria e kupës nuk është vetëm të fitosh kupën, po më ka bërë shumë përshtypje trajneri i cili ka punuar me këta të rinj, jo vetëm të i përgatit ata fizikisht që të jenë lojtar të mirë dhe të arrin të na sillin në këtë fitore ku na kanë sill, po gjithashtu i ka përgatitur ata dhe psikologjikisht. I ka sill të gjithë bashkë dhe të shikojë mënyra se si komunikojnë dhe si flisin me sy, me zemër, dhe atë fuqi, dhe atë krenari që sa herë që fitoni një lojë, e fituam dhe këtë, do shkojmë në tjetër dhe e kam parë dhe kam biseduar vetë me Rovenin, i cili është trajneri i ekipit. Që nuk e vuri asnjëherë veten e tij të parin, po gjithmonë vinte te lojtarët, tregonte kujdes për ta, i jepte i udhëheqte me një krenari dhe me një sinqeritet dhe u jepte fuqi shumë duke ju dhënë gjithmonë kurajo të vazhdonin dhe sa na ritën fitore. Nizami, ju ishit edhe ato bën dhe një barbecue. U takuan edhe Po edhe neve po festojnë. Vazhdon festa akoma, besoj. Vazhdon. 2 ditë përpara më duket ishte, nuk e di nëse keni dëgjuar, Lemi është një ka qenë një antar të Zoe. Ai përsëri mblodhi, është edhe sponsor më duket. Jo, unë nuk i kam takuar të gjithë sponsorit, po besoj të takoj në ditën e festës. Lemin e kemi patur edhe në program kur ishte të Albanian Cup pjesë. I mblodhi të gjithë lojtarët. Lemi mblodhi të gjithë lojtarët dhe me shumë krenari festuan dhe bën barbecue-rin. Okay. Edhe falemit që edhe Nizami u ishte, ti prandaj je smur Nizami. Lemi. A mendon se përvoja profesionale të kanë ndihmuar dhe të ndihmon në mënyrën se si për leadership edhe në raport me njerëzit, me komunikimin me njerëzit? Po, patjetër. E pare punës më ka ndihmuar mua personalisht që të di se si të lead një community apo një grup, por dhe gjithashtu detyrimisht kur punon në këto zyra dhe në këto punë, ne marrim informacione nga çdo level të government, siç i dini local, state edhe federal, dhe të gjithë informacioni që vjen në mua, unë e përdor dhe shpërndaj në të gjithë komunitetet, sepse për gjithë ata që janë përgjegjëse, për 20% të popullsisë, po gjithashtu i kam përdorur edhe për benefit për të mirat e komunitetit tonë. Një nga ato për shembull ka qenë ofertat që kemi marrë nga shteti dhe kemi aplikuar. Dhe aplikimi kemi marrë disa para, të cilat nuk është vetëm një shumë e vogël apo e madhe që kemi marrë. Është një bonus. Po është një bonus dhe gjithashtu është dhe me këtë mënyrë që kemi aplikuar për këto fonde, neve edhe antarët e tjerë të komunitetit kanë rënë në dieni që janë disa mënyra të tilla që neve mund të aplikojmë dhe të marrim fonde. Po gjithashtu më ka qenë më lehtë për mua që të bëj aktivitete me komunitetin shqiptar, ashtu siç e përmendam përpara që kemi bërë me të moshuarit, të cilët ishte një kënaqësi, i mlodhëm dhe bëm një aktivitet me quiz, me këngë shqiptare, me tradita shqiptare dhe me lojra, dhe e mbaj mend kur do iknim më afruan dhe më thanë do ta bësh përsëri këtë, kështu që e kam akoma dhe mezi pres të krijojmë diçka tjetër. Nuk është se ekziston një shoqatë e pensionistëve. Jo, dhe në veçanti atje. Dëgjoj, neve kemi themi që në të vërtet nuk kemi një, por ama e dim që cili është grup. Okej, edhe duket kush është leadershipi ndoshta në grupin, kush është ai. Po jo, kur krijuam këtë event, dërgojmë një kërkesë dhe thamë që të gjithë mbi 55 vjet ose 60 vjet do krijojmë një si punë eventi, dhe vërteta është ata mbi 60 vjet erdhën sepse janë dhe pensionista. Po. Dhe vërtet do doja të thesha pse kam si qëllim që me këta të moshuarit të fillojmë dhe të bëjmë aktivitete më shumë, është sepse ndjej një krenari të madhe dhe do doja të thesha që ky komunitet që është krijuar sot është fal të këtyre moshave të mëdha që ekzistojnë sot, sepse këta kanë ngritur themelet e këtij komuniteti që ne sot po gëzojmë. Vërtet. Edhe kjo radio që mbahet akoma sot në këmbë është fal këtyre komunitetit të moshuarve që janë dëgjuesit më të rregullt, janë ata që
na ndihmojnë financiarisht për të mbajtur për kostot e programit. Domethënë janë ata që na suportojnë më shumë, kështu që unë do desha të ndaloja të thesha 2 fjalë për sa i përket të parët tanë dhe jam shumë krenare sepse çdo hap që kanë marrë dhe çdo veprim që kanë bërë është bërë si një mur i madh dhe kemi arritur sot ku kemi arritur dhe bisedova me baban, me prindit e mi parë se të vinja këtu dhe më shumë dije dhe babi më tha që do doja vërtet që të përmendje në radio një lëndinën e lotëve që është ndërtuar në Korçë dhe vërtet do doja ju ta ndiqnit këtë dhe për të gjithë që na dëgjojnë, çfarë është lëndinë e lotëve? Është një vend në Korçë që në vitet e para kur emigronin njerëzit mblidheshin gjithmonë në këtë vend në lëndinë e lotëve që është mbledhur dhe aty ndaheshin nenat me fëmijët, me motrat me vëllezërit dhe në momente shumë emocione të gjithë qanin. Më bëm mishi kofra. Babi më flisë dhe unë qanja. Më mblidheshin lotë dhe çfarë dua të them që të Korça është përballë me emigracionin më herët se sa vendet e tjera. Përgjithësi kam përshtypjen se në Korçë kanë filluar emigrimi më shpejt në Shqipëri. Kam përshtypjen. Mos mbase jemi çiksi më të përparuar. Ndoshta. Jo, po unë besoj se Korça ka qenë dhe kufi më afër për shembull me Greqinë. Po njerëzit merreshin me makina në lëndinë e lotëve dhe shpieshin në stacione të ndryshme. Në Itali, në Australi dhe më thash dhe këtu në Australi kanë udhëtuar nga 3 muaj që kanë ardhur dhe ajo që më bën më përshtypje sepse këta të parët tanë, prindrit tanë, gjyshrit tanë që kanë ardhur dhe kanë ngritur këtë themele na kanë mbajtur traditat, kanë mbajtur zakonet, kanë trashëguar të gjitha këto në neve të gjithë, unë shikoj me nipër dhe mbesa që janë breza të dytë dhe të tretë, flasin akoma shqip. Atë dhe bëri përshtypje dhe Nizamiu ma tha çfarë më bën përshtypje këtu tha se në atë babakën ku ishim të Dillën, të gjithë të rinj që ishin atje, të gjithë erdhën na përshëndeten, jo vetëm që na përshëndeten shqip, por në mes veti të gjithë flisin shqip. Po, dhe të shikosh sa herë kur mblidhemi, vinë, ne të rinj nuk e bëjmë këtë. Vinë dhe na japin dorën në tavolinë. Të moshuar. Dhe i vëzejnë të gjithë me radhë dhe mund të them që të vjet të ardhe, të paraardhët tanë që kanë ardhur këtu, i kanë mbajtur traditat më shumë se ne që po i mbajmë sot. Sepse neve sapo kemi ardhur fresh, neve kemi ecur një çik më përpara me kohën, kurse këta i kanë mbajtur traditat ashtu siç i kemi patur në fillim dhe kjo ka qenë shumë themelore për neve dhe çfarë do thesha është që jemi bërë si një familje e dytë, diaspora është bërë një si familje e dytë dhe si të thuash njerëzit janë lidhur një çik më shumë. Po edhe është detyra jonë përgjithësi edhe më e madhe që të shkojmë në këto hapat e këtyre për të mos u asimiluar komplet. Po patjetër. Për të humbur. Po dhe si një krenari që t'i bëjmë dhe ata të jenë krenar për neve që vazhdojmë çfarë kanë nisur ata, po e vazhdojmë dhe po e trashëgojmë në për brezat e reja. Po ashtu mësorojmë se në Shqipërdon kemi një xhevair të vërtet, një histori. Kemi shqiptarin e parë i lindur në Australi, cili akoma jeton. E takova në festivalin, por nuk pata rast që ta intervistoj, por do të gjem mundësin rastin e parë dhe do ta intervistojmë sepse është shqiptari i parë i lindur në Australi. Kurse Kela më shkruan, kemi një kolege tjetër dhe më shkruan dhe në Australi, thot parët emigrant kanë qenë thot nga Korça. Për ndryshe Kela është nga Korça. Nga Korça. Dhe mund të them që përshëndesim. Dhe përshëndetje edhe nga mua. Mund të them që në Shepërton pjesa më e madhe është korçar. Po. Dhe mund të them që jam shumë krenare të shikoj që sa mirë kanë ecur, sa mirë kemi ecur. Vazhdo fytyrë të tjera po mbaron koha. Jemi akoma në gjysmën do donim të fillojmë përpara. Të merrnim sa më shumë nga Mariola sot. Duke pas parasysh që je gruaja e parë e zgjedhur si presidente. Kjo është diçka historike besoj për komunitetin sigurisht. Si të bën ty të ndjehesh për këtë gjë? Ndjem shumë krenare dhe është një krenari e madhe që të lozësh rolin e presidentit të një komuniteti të cilën e mora në baza shumë të shëndosha, të lënë nga presidenti më parshëm Recep dhe nga anëtarët e tjerë të komunitetit dhe ndjej një përgjegjësi të madhe sepse dua të vazhdoj përsëri në suksesin e tyre dhe të punoj bashkë me ta që të vazhdojmë siç e kemi vazhduar dhe të ecim akoma dhe më shumë përpara. Edhe ndjem dhe përgjegjëse, po ndjem edhe krenare. Dhe
nuk e di nëse ke pyetje tjetër ti, po do të unia të thesha që do dërgoja një mesazh të gjitha vajzave dhe femrave shqiptare. E kisha edhe si pyetje, çfarë do ju thoje grave dhe vajzave? Mesazhi për vajzat dhe gratë shqiptare është i thjeshtë, mos hezitoni të merrni hapin. Zëri juaj ka rëndësi, kontribyti juaj ka vlera, angazhimi në komunitet ju jep mundësinë të rriteni, të krijoni lidhje të reja dhe të jepni diçka domethënëse për njerëzit tuaj. Edhe pse jeta ka sfida, gruaja shqiptare është e fortë, është e aftë dhe mund të marrë rol drejtuese me dinjitet dhe sukses. Bëni pjesë, sepse komuniteti ka nevojë për energjinë dhe fuqinë e grave. Është shumë e bukur kjo, më pëlqeu shumë. Mesazh shumë i bukur, shumë i vlefshëm. Duke pas parasysh që ju e ceka që keni angazhime të tjera profesionale, duke përfshirë punën në komunitet tani dhe familjen, si arrin ti, gruaja e fortë, të ruaj balancën? Ka qenë pak e vështirë të kohët e fundit, sepse vërtet jam hapur dhe me aktivitetet të tjera që bëj. Nga roli që kam në bashki, jam e lidhur dhe jam antare disa komuniteteve të tjera, të cilat janë me të gjitha bashkit e Victorias, dhe jam antare komunitetit që mblidhemi të gjithë dhe merrim shumë të dhëna që shpërndajmë, po pyetja juaj është si arri unë. E vërteta është që fëmijët e mi janë të rritur, të dy janë të shkëputur dhe falë Zotit dhe ata janë njësë i dalin përballë jetës së tyre me fuqitë e tyre dhe s'nuk ma ka nevojë mua dhe si do të thotë kam çik më shumë kohë në shtëpi. Po jeta time është e vërteta 8 orë në punë në kompjuter, shkoj në shtëpi, marr qenin për të ecur një orë sikur relax dhe sikur marr fuqi dhe vazhdoj përsëri deri vonë. Dhe çdo gjë që bëj me kënaqësi, sepse çdo gjë që bëj për të ndihmuar të tjerët që kanë nevojë, ashtu siç kisha unë nevojë kur erdha në fillim. Dhe gjithashtu të ndihmojmë njëri tjetrin, të afrojmë njëri tjetrin dhe të jemi atje për njëri tjetrin. Mund të pyes një gjë? Patjetër. Këtë punën se ka dhe shumë administrat, punën që bën ti nuk është vetëm të jesh afër komunitetit e kështu, janë shumë gjëra mbas që duhesh të bësh. Prapas skenave. Desha të pyes, je vetëm ti që merresh me këtë punë apo ke edhe tjerë që të Jo, të gjithë ne, dhe siç e thashëm përpara, të gjithë anëtarët e komunitetit jemi të gjithë profesional në Sa vet jeni kështu? 11. Për moment jemi 11 dhe kemi që të rinj deri dhe mbase unë jam më e madhja, no, I think Recep është. Ja, dhe të gjithë kemi role të ndryshme. Unë për shembull, kjo është gjë e mirë që keni të rinj. Po, është shumë gjë e mirë dhe janë fëmijë. Mosha, domethënë, më e riu. Në 22-23 dhe dua të them që njëri bën newsletter, njëri bën event, njëri po edhe siç e thashëm përpara, neve një kërkesë të kemi, e futim në chat dhe të gjithë hidhen kush ka mundësi të bëjë dhe çdo gjë kemi arritur me sukses. Mariola, unë kam dhe disa pyetje në lidhje me synimet dhe të ardhmen, po në vizat përgjithshme, se kemi vetëm 5 minuta kohë, cilat janë synimet tuaja kryesore, ose ndoshta çfarë dëshiron gjatë mandatit të parë të realizosh, ose një nga ato synimet kryesore që ke ti ndoshta të ndryshosh ose ta. Faleminderit për pyetjen, se vërtet do donja të shkelja në këtë, është që nuk ka rëndësi se në cilin vend të Australisë ne jetojmë. Ne jetojmë në Shqipëri, në Shepperton, ju jetoni në Melbourne, Bendigo, ku jetojmë në këtu në Australi. Neve duhet të tregojmë, duhet jemi të lidhur me njëri tjetrin, të ndajmë, të marrim pjesë në festat e njëri tjetrit, të tregojmë që jemi shqiptar dhe shqiptar nga Shqipëria dhe jemi mbledhur në një vend të huaj, po pa patur ndryshime, pa patur dallime dhe të mblidhemi bashkë nëpër festat tona, të respektojmë njëri tjetrin, të jemi bashkia, si thonë, jemi bashkë, jemi më të fortë, të ruajmë kulturën, gjuhën, traditat dhe vlerat tona, por njëkohësisht jemi të hapur, të bashkuar, të gatshëm të mbështetim për njëri tjetrin, dhe në diasporë komuniteti është familja e dytë, çdo kontribut, çdo gjë e vogël që mund të bëjmë ka vlera shumë të madhe dhe kështu e forcon dhe unitetin ton. Jam shumë i njohur se për çdo shqiptar që punon, që ndihmon dhe që mban gjallë shpirtin e kombit ton. Vetëm një pyetje. Mariola Nebiu apo Shajn Salli do të jetë i pari që do të kandidohet për kryeministër?
Sepse dikush duhet ta ndrojë albanezin. I'll tell one thing. Because Shane Sali is involved to that, I'm going to speak in English because I really want to hear. It's my honor for him to go first and me to follow in his footsteps. Malta. Thank you. E meritone. Oh, yeah. Po kemi edhe një kandidat tjetër aty Gjim Mehmetin, edhe ajo është mjaft i angazhuar në politikë. Ne do ishim shumë krenar nëse kushdo Po çfarë tregon kjo mbi të gjitha? Jemi shqiptar, kemi kaluar shumë sfida, po kemi përjetuar dhe kemi treguar veten tonë sa të zotit të jemi. Dhe ashtu si thash, në Shepërton jam shumë krenare ta thras emrin shqiptare, sepse jam shumë krenare kur veten në përmbledhje apo në emisione të tjera me punën time dhe dëgjoj shqiptarët kanë bërë këtë, shqiptarët kanë bërë këtë. Nuk është as edhe një gjë pas një arsye. Me punën e tyre dhe me të drejtat e tyre kanë fituar çfarë kanë fituar dhe Shqipëria ka pjesë më të madhe të biznesmenëve apo farma të mëdhaja që janë shqiptar dhe honors. Pra kjo ishte pjesa e parë me Mariolën, pjesa e dytë do vazhdojmë një emision tjetër. Duket falenderuar përzemërsisht për pjesëmarrjen dhe ne emër të stafit duket uruar gjetur rastin të urojmë shumë suksese në këtë nismë që ke marrë. Edhe kryeministre inshallah. Shumë faleminderit për ftesën, ishte krenari t'ju njihja juve dhe doja të vija nga afër, t'ju njihja dhe juve nga afër dhe shpresoj sa do të. E themi shpesh herë. Kryetaria e parë nga Shqipërdon që na ka vizituar. E themi shpesh herë që do donim që programi të ishte i gjatë, po vërtet sot do doja të ishte të paktën edhe një orë më i gjatë. Okej, fillimi është ky dhe do vazhdojmë deri në fund. Shumë faleminderit. No, faleminderit përsëri për ftesën. Krenaria ime tim këtu sot. Faleminderit.